Shfaqet për publikun vlonjat varjeteja Halli Hallit nuk i ngjan, e realizuar nga Teatri Petromarko, trupa e varjetes. Performancat mjeshtërore të parodistëve të Vlorës, Afrima Galliu dhe Agron Hamo, por edhe ndërthurja me aktorët e rinj, si Alba Shtëmbari dhe Ermir Hoxhaj, performancat magjike të prestigjatorit Edmond Mura, parodit e trupës së aktorëve të Teatrit Vlorës, por edhe performancat në këngë të solistëve, dhuruan për publikun një natë magjike. Ta gjenerata Z, rindo. Se kanë dalë këto teoritë e tjera, si teorie e konspiracionit, kjo çfarë teorie tjetra. Inteligenza Tecnologia. Giordani. Mi ritrova? Ma grazie, posso rimanere Për drejtuesin e teatrit Petromarko Artur Dhamon, është lumturi e madhe të shohësh se si një varjete e tillë, e realizuar me mjeshtëri nga 4 breza të ndryshëm aktorësh, gjitet në skenë dhe kënaq kaq shumë publikun. Kënaqësi e madhe. Domethënë unë sot ndihemi plotësuar për faktin që varjeteja ka qenë një nga pikat e dobta të mia, kuptohet krahas të trupës së teatrit dramatik. Sot jam i lumtur sepse pash në skenë mund të them 4 breza. Të mëdhenj të parodis, Matilda, një aktore kaq vjeçare, të rinj që i kemi domethënë Miri bashkë me Alba Shtëmbarin, por pash dhe një element të ri, domethënë përpiqemi që, ose më saktë duhet ta them me 2 fjalë, varjeteja do të vazhdojë. Për publikun nuk di çfarë të them, jam vërtet shumë mirë njohës që të paktën gjithmonë na kanë ndjekur, por në këto kohët e fundit, edhe pse kemi pas një fluks aktivitetesh, që ndonjëherë mund të mendohet se mund ta lodhin publikun, jo, absolutisht nuk lodhet, janë shumë të interesuar dhe më bëhet mirë, mbet shefi kur pyesin a kemi çfaqje, kjo na obligon dhe na bën që ne duhet jemi më kreativ e duhet mendojmë mirë, domethënë për këtë publik. Për parodistët e Vlorës, mjeshtrat e mëdhenj Agron Hamo dhe Afrima Galliu, është gjithmonë emocion të kthehen përpara publikut vlonjat. Thonë se nuk lodhen kurrë së performuari dhe nuk do të ndalen në shfaqje të tjera që publiku do t'i shijojë në vijim. Natyrisht falënderimet speciale janë të veçanta për publikun, spektatorin vlonjat, i cili jam i bindur që mbas kësaj shfaqje do të vinë dhe do ta mboshin sallën. Natyrisht shfaqja e parë ka emocionet e veta dhe ndoshta nuk pati atë ritëm që duhet kishte, po jam i bindur që nesër do të akoma më mirë. Veçanta e kësaj radhe ishte 2 surpriza. 2 aktorë të rinj, Alba me Mirin, të cilët janë të atashuar të janë profesionista, që luajtëm sot në këtë premier, bashkë me ta ishim dhe ne, dhe ndërkohë dhe prestigiatori Edmond Muraj. Është kënaqësi, na kishim marrë shumë malli, me thënë të vërtetën, kishim ja 2 vjet me Afrimin që nuk kishim marrë në skenë, se u larguam kështu administrativisht, si i thon kësaj fjale, kështu domethënë, nga administrata, nga profesionizmi. Por ndjen kënaqësi, domethënë dham një shfaqje, na kishim marrë me të vërtetë shumë malli për publikun tonë të dashur. U jemi shumë bashkëli dhe nuk e di juve çfarë pyetje mund të keni, pa unë e kam ndier kënaqësinë, jam ndier shumë i plotësuar sonte. Riskova bëra dhe një këngë me Rovenën, edhe nuk e di mu duk publikus, por e kapi mirë më duket. Dijo, kjo ishte, ta quajmë me të vërtet një dhuratë, kjo është një traditë e bukur që e ka patur estrada jonë. Po tash këto 2 vjet, neve nuk ashtu, ne vjet bëm një recital me Afrimin, ajo ka qenë shfaqjet e fundit që kemi dhënë ato përpara kampionatit evropian. Kjo është një buqet e bukur, do thosha, edhe për publikun dhe përpara vitit të ri le të marrin sa lot gëzimi. Ta që një kënaqësi të bukur do të thonë te publiku. Unë sot e ripërsëris jam emocionuar shumë, e kam ndier veten shumë mirë. Shumë mirë edhe përpara këtyre aktorëve të rinj të mrekullueshëm, është një djalë shumë i talentuar ai Miri që është e ardhmja e humorit ton.
jo vetëm Vlonjat, po edhe kombëtar që ai ishte shumë i kërkuar. Ermir Hoxhaj dhe Lavdie Bifshaj shprehen tepër të lumtur që bashkë punuan së bashku si aktor, nxënësi dhe profesorja e tij, me të cilën hodhi hapat e para të aktrimit, duke aktruar në varjeten e parë së bashku. Të kësaj skene që marrin stafetën, sepse unë kam 60 vjet të këtë skenë pa u shkëputur. E natyrisht kur shikoj nxënësit e mi që fluturojnë lart, unë jam mësuese e gëzuar. Ne kemi punuar bashkë në një punë që s'ka dalë akoma. Në një film. Kemi punuar në një film që do dalin shkurt dhe unë jam emocionuar shumë që kam punuar me Lavdien, pavarësisht se nuk kishim asnjë skenë bashkë, ishim takuar dhe tani e solli fati që ne të punonim bashkë të njëjtën skenë. Faleminderit mirënjohje. Fantastik fare, domethënë unë gjithmonë në Vlorë emocionohem se unë jam vlonjat edhe jam ndihem shumë mirë kur jap. Na kumet ti aty që e marrin kumin në fund të Kur bovës. jap maksimumin këtu. Në fund të bovës, merre kumin në fund të bovës. Po ishte domethënë hera parë në varieté, se kam qenë me teatrin, me dramën dhe unë ndjeva shumë emocionuar, po. Të kënaqur nga shfaqja u shprehën edhe qytetarët që ndoqën nga afër. Shumë. U kënaqëm të gjitha. Ishte shumë e bukur, është vërtet privilegje kënaqëri që kemi këtë varieté dhe artistë kaq të shkëlqyer në shoqërinë e Vlorës. Të gjitha pa përjashtim. Sot ishte shumë e bukur, sidomos një me hallet që kanë shqiptarët, si gjithë ditë magjia e parodisë është ajo që e kënaq shpirtin e spektatorit. Dhe kishte pjesa që më pëlqeu më shumë ka qenë pjesa e Borxhlingëve, se të gjithë kemi atë pjesë që japim me dorë e kërkojmë me këmbë pastaj. Është pjesa më e bukur. Shumë, ishte shumë e bukur, të gjitha më pëlqyen, skeqe shumë të bukura, këngët po popullore vlonjate. Ata janë të pavdekshëm. Performancat që u serviren u vlerësuan nga duar trokitjet e ngrohta të publikut vlonjat. Varjeteja Halli Halli të nuk i ngjan vjen në skenën e Teatrit të Vlorës çdo mbrëmje deri më 21 dhjetor.